Kosova një vit pa qeveri, një vit me lojra politike. Vitin 2025 e nisëm me zgjedhje nacionale, e po ashtu po e përfundojmë me zgjedhje të jashtëzakonshme. Edhe mandatari i dyti i vetëvendosjes, Glauko Njuca, dështoi të marrë votat e nevojshme për ta formuar qeverinë e re të Kosovës. Konjufca mori 56 vota për, 53 kundër dhe 4 abstenime. Ky fakt automatikisht na tregon se Kosova edhe në vitin 2026 do të hyjë pa qeveri të re. Një vit i tërë shkoi me lojra politike, më qartë një cirk politik, secili duke hedhur fajin tek tjetri, e në të njëjtën kohë shteti i Kosovës askund. Hyrja në vitin 2026 pa buxhet do të thotë se Kosova do të ketë dëme afagjate në ekonominë e vendit, duke frenuar investimet dhe duke dobësuar besimin e partnerëve ndërkombëtar. Pa buxhet, gjithashtu rrezikohet që shumë sektor publik të mbesin edhe pa paga. Krejt kjo situatë nga analisti Afrem Kasolli shihet si një strategji nga lëvizja vetëvendosje për ta paraqitur ish opozitën si bllokuese, si dhe qëllimi i VV-s është që në fundvit kur të vinë mërgjimtar të mbahen zgjedhjet.